sugerimin se këta kanë konsumuar përgjegjësinë penale. Por për prokurorin, kjo është trajtuar si irrelevante dhe si diçka e dorës dytë dhe nuk ka ditur ta peshojë mirë situatën dhe nuk është ekspert prokurori që ta konstatoj mënyrën se ka pasur sulm. Ekspertisht. Për që ato kemi të paguar ekspert në gjykata, ekspert i lëmisë të sigurisë dhe do ta përcaktoj se a ka pasur vepër penale ditë, a ka pasur sulm dhe çfarë natyre e sulmit do kon. E jo ta shkaroj gjitha këto dhe sot Fitore Pacolli ta fitoj këtë betejë gjyqësore, kur zonja Fitore Pacolli edhe mua, posa që jam kyçur si avokat, në Facebookën dhe në profilin e saj, ka marrë fotografinë time dhe ka qitur në story, dhe aty ka shkruar, ja, ky është ai avokati që mbron dënuesin. Pra ka shkuar deri në atë mos që Fitore Pacolli edhe familjen e zotit Akim Pashnikut e ka përsekutuar në Facebook për mënyrën se ky është ai qytetari dhe gjithë militant disi më bëdall të themi kushtimisht të popull, kanë sulmuar, kanë ofenduar, kanë shorë familjen e Akim Pashnikut dhe mua si avokat kur e ka postuar foton, po gjithashtu të reagoj institucioni e avokatit popullit dhe oda avokatëve dhe Ministria e Drejtësisë, sepse avokati të diskretohet, të linçohet në këtë mënyrë, ku në storynë e saj më ka postuar fotografinë dhe me fjalë se ky është avokat që mbron dënuesin. Pra kjo është në sens dhe deri në këtë mos ka shkuar Fitore Pacolli, saqë ka sfiduar ligjet, institucionet dhe tani po del që ajo është e vërtetë, sepse është pushuar hetimi ndaj saj. Po, dhe nëse flasim për këto gjini, cilat janë ato që do t'i ndërmerrni apo hapat në vazhdim lidhur me këtë? Pra do të ketë ankesa në shkallë më të lartë apo çka planifikojnë të bëni tutje? Po sa që kemi